ushtria serbe. Gjithsesi rrim këtu, do bëjmë emision për Shkodrën. Po. Atëhere, pra kemi këtë rrështim, 2 divizione turke përballë armatës së Epirit, e cila ishte një divizion i përforcuar. Turk, një divizion shqiptar. Po, një divizion turk, një divizion shqiptar, ku divizioni turk ishte prapë i shkartisur me shqiptar. Normale. Dhe kemi përballë armatën e Epirit, që përbëhet nga divizioni e Epirit dhe i përforcuar me regjimente. Me andarte, me të trupat Evzoni që në veshur kështu si anautët me futanella, me gjuftë kuq. Qylaf të kuq. Trupat të zgjedhura, Evzon gjatare, Evzon gjatare, trupat të zgjedhura. Dhe po them tani që mos zgjatem shumë në 9 orë, në 10 orë, në gjenë 12, u sot dhe një divizion tjetër nga Thesalia, dhe u organizua një mësymje përgjithshme për të marrë. Në vjetor 1912, ndërkohë Shqipëria ishte shpallur e pavarur. Po. Ismail Qemali kërkoi që të mbrohej Janina? Po. Sepse ka fjalë që thonë që Ismail Qemali bëri pakt me grekët që të lëshojë Janina. Jo, Ismail Qemali mori vendim dhe që të mbrohet me çdo kusht Janina dhe i dërgoi, si thua, njoftim atyre rrethave Beratit, Gjerkasit, Delvinës, që të Janinës, që të merrin masa për të ndihmuar mbrojtjen e Janinës. Bile dërgoi me difrashër, ishte ministër